Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, do të flasim për një çështje që nuk është e mirë me qenë se është më brenda nesh, e inshallah nuk është, quhet shpifje, kur dikush e habit dikë me ndonjë thënie që është gënjeshtër e madhe. Me përshkruajt dikë me diçka që nuk e ka. Me diçka të pavërtetë, duke e lënduar dhe duke e shkatruar atë në të gjitha aspektet. Të ndershëm vëllezër, Allahu subhanahu wa taala këtë çështje e ka sqaruar dhe e ka shpjeguar seriozisht, edhe ka urdhër të prerë që secili prej nesh është mirë të largohet nga ky ves i keq apo nga ky mëkat i keq. Allahu në Kur'an thotë walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat, ata të cilët i lëndojnë besimtarët dhe besimtarët bighayri maktasabu, pa merit, pa qenë ashtu si thua ti, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Këta njerëz e kanë ngarkuar mbi vete një shpifje dhe një mëkat të madh. Të ndershëm vëllezër, të ne kohë pas kohe, mundësia na u ka dhënë, ama pas secilit me shkruajtë me fol, por me qenë se i matim fjalët, me qenë se i mendojmë ata që i shkruajmë, do të ishte më mirë. Sepse nëse gabimi ndodh, atëherë mo s'kemi çka bëjmë, përpos se në qoftë se jemi besimtarë të mirë, është mirë bile me kërku falje dhe atyre që ua kemi gabuar. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot, i lartësuar është Allahu subhanahu wa taala, thot subhanak hadha buhtanun azim. I lartësuar qoftë Allahu ose është Allahu, kjo është shpifje e madhe. Munafikët, hipokritët, dyftyrëshit e akuzuan me një shpifje të madhe Aishën radhiyallahu anha, nanën e besimtarëve, derisa Allahu subhanahu wa taala e pastroi nga ajo shpifje. Të ndershëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve duke ndejt me shokët e vet, ju tha: "Hel tadruna mal ghibe", a dini ju çka don të thot gibet? Gibet, të ndershëm vëllezër, është përgojim. Shqipi vjen përgojim, me fol për dika në mos prezencën e tij. Ata sahabët i thonë, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allahu dhe pejgamberi i dërguari i tij e ditë. Muhamedi sa më tha, me përmend vllaun tënd kur nuk është ai prezent, o gibet. Po këto i thonë, ja Rasulullah, po me qenë se ata fjalë që jam duke i thonë për atë, a i ka me të vërtet, ata mëkatet që i përmendi unë, a i ka. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul, në qoftë ai ka ata vepra që ti po ja përmend, është gibet. Ama në qoftë se nuk i ka, atëherë i ke bon shpifje. Në të dy rastet, i e gabim. Edhe me qenë si i ka, pa i nuk jeton në Mars. Asë në fund detet e tje, e shef, e takon njeriu. E takon edhe i thua ti. A jo mu me më thonë për atë, ose ati mi i thonë për mu. Jo, nëse je musliman i mirë, nëse je djali mirë, e takoni atë vezvet. Edhe këshillon për hir të Zotit, edhe i thu vallahi, ç'të gabime, ç'të mëkate që kjo është mirë me la.
Ama pse ban gibet, e pse ashton diçka, asaj nuk përmirësohet përpos se ti dhe unë kemi bë mëkat dhe jemi gabimtar. Të ndershëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush shpif ndaj besimtarit ose besimtares, edhe ja thot një fjalë, edhe ja shton një shpifje që ai nuk e ka, Allah subhanahu wa taala këtë shpifsin, këtë që fol, ka me ngrit në xhehenem atje me një kodër të madhe të zjarit, edhe nuk ka me ja fal derisa të çlirohet edhe të pendohet nga ajo që e ka thënë. Ju e dini se ne si njerëz jemi të prekshëm. Njeriu të pak karshit teje mi ja thonë një fjalë që ati nuk i vjen mirë, preket, mërzitët. Para mendoje kur të marrë vesht se unë dhe ti në të dit e përmendi matë pa qenaj ati. Para mendoje kur të marrë vesht aj, le nëse ne kina fol, po e kina shtu disa mëkate që aj nuk i ka. Si thoni përse kur të takojmë atë, çfarë mendimi aj mundet me pas për nesh, për ne. Të ndershëm vëllezër, është padrejtësi dhe është mëkat, me qenë se edhe i përgojojmë njerëzit, por e dita që është me keqja, ose shpifin për ato. Pse? Se njeriu kur shpif për dika, e dini se ja shkatron familjen. E dini ju se i dhënon me babën, e i dhënon me nanën, e i dhënon me bashkëshortën, ose i dhënon me bashkëshortin, e i dhënon me fëmijët e vet. Duhet me i madh fjalë të mirë të ndershëm vëllezër. Dhe nëse jemi besimtar të mirë, hajde atëherë ta këshillojmë njëri tjetrin. E jo të punojmë për ta nënçmuar njëri tjetrin e për ta shkatruar njëri tjetrin. Fundit, për shpifësit, ai që shpif, ai që shton, ai që fol, pa nevojë, ta ai do të jetë mallkimi i Allahut subhanahu wa taala. Inshallah Allah na ruaj nga kjo çështje. Të ndershëm vëllezër, historikisht secili njeri që është marrë me këta vepra, me këta punë, ka dështu vetë. Ka dështu vetë edhe në histori përmendet shumë keq. Por atë shkakun e mësoj vetën dhe juve të gjithëve, në qoftë se eventualisht ai shejtani i djalli atë punë e ka, me na mësu për ka e keqja. Edhe ti nëse don me mendu mirë, ai mundohet me të qumë me mendu keq. Ti nëse do me vepru mirë, ai mundohet që ti dhe unë të veprojmë keq. Por atë shkak, luftën e kemi me shejtanin, luftën e kemi me egon tanë, luftën e kemi me ndjemadhësinë tanë, luftën e kemi me qefet tanë. Por atë shkak, si cilën herë, nuk duhet me akuzu shejtanin, e kujshin, e shokun, po hajtë jalon fajnë vetës për gjithë shka që kemi qef me e ban këtë botë. E mos jalon fajnë askuj tjetër. Si do qoftë, të ndershëm vëllezër, shpifja është prej mëkateve të mëdha që as pak nuk na ka hije, edhe nuk i qëndron muslimanit. Nuk o këmish e bukur shpifja që mund mi me veshne. Vallahi, shpifja nuk o për ne. Gibeti nuk është për ne. A mund mi me ban, a në ka hije, vallahi s'na ka hije. Po që qërish njerës që janë bosh, njerës që janë ditur, njerës që e din Kuranin, njerës që e falin namazit, njerës që kanë kriju familje. I riu 15 vete, 16, 17, 20 vete, ne themin atë gjuhën tonë, hende nuk e din dynjan ata. Ju ka edhe nëse e kanë gabu, jo që ka hije, po inshallah, Zoti ja falë edhe ne me siguri kanë me ja falë. Ama njerëzit që ne presim nga ata, punë mdhaja edhe veprat mdhaja, ata kur t'i shofim duke marrë me këta çështje, definitivisht nuk është rregull. Inshallah Allah subhanahu wa taala na largon nga ky mëkat, nga kjo padrejtësi, e na afron te drejtësia, te sinqeriteti. Inshallah Allahu na udhëzon e të gjithëve së bashku në xhennet na thon barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم من الذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل الذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون